Shkojmë tek Eksodi kapitulli 20. Eksodi kapitulli 20. Eksodi kapitulli 20, vargu 12. Do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti Perëndia yt po të jep. Dje pamë tek 10 urdhërimet se ishte mëkat të adhurosh perëndi të tjera, idhuj dhe të përdorësh emrin e Perëndisë së kot. Sot do të shohim urdhërimet të cilat kanë të bëjnë me njeriun. 4 nga 10 urdhërimet e para kanë të bëjnë me marrëdhëniet tona me Perëndinë dhe 6 të fundit me marrëdhëniet tona me njëri tjetrin. I pari nga 6 urdhërimet të fundit dhe më përfaqësuesi prej tyre është urdhërimi që ka të bëjë me prindërit. Shumë njerëz thonë se krishtërimi nuk mëson respekt për prindërit, por këto janë fjalët e njerëzve të cilët nuk e njohin Biblën shumë mirë. Bibla na mëson në thelb dhe në terma specifikë se ne duhet të nderojmë prindërit tanë. Konfucianizmi dhe doktrinat e tjera mësojnë në detyrën birësore për prindërit pas vdekjes së tyre, për shembull, në formën e riteve stërgjyshore. Por Bibla na mëson të nderojmë prindërit tanë derisa janë ende gjallë. Siç thuhet këtu, do të nderosh atin tënd dhe nënën tënde, me qëllim që ditët e tua të jenë të gjata mbi tokën që Zoti Perëndia yt po të jep. Ky urdhërim që ka të bëjë me prindërit është i vetmi që premton një bekim në këmbim të zbatimit të tij. Ka shumë të rinj që janë ulur këtu tani. Përveç çështjes së mëkatit, nëse dëshironi të keni sukses dhe të jeni të bekuar edhe në jetën tuaj fizike, duhet të kujdeseni, të respektoni dhe të bindeni prindërve tuaj. Ky është një premtim i veçantë që është bërë në Bibël. Kjo nuk do të thotë se do të ndëshkohesh aty për aty nëse sillesh keq me prindërit. Por Bibla premton se nëse tregoni respekt për prindërit tuaj dhe i trajtoni mirë ata, ju dhe pasardhësit tuaj patjetër do të bekoheni. Ky është një premtim. Por, nëse nuk e nderoni baban dhe nënën tuaj dhe u shkaktoni pikëllim dhe shetësim, ky është një mëkat. Një veprim i tillë bëhet mëkat dhe është mëkat edhe përpara Perëndisë. Prindërit tuaj shërbejnë si përfaqësues të Perëndisë mbi tokë. Ju nuk mund të shihni Perëndinë, por ndërkohë që prindërit tuaj janë gjallë, ata veprojnë si përfaqësuesit e tij dhe ju duhet t'i respektoni. Nëse i shpërfillni apo nuk u bindeni prindërve, ju pret një gjykim i tmerrshëm. Më pas, vargu 13. Nuk do të vrasësh. Vrasja. Unë supozoj se askush këtu nuk ka vrarë dikë. Por, ka një lloj vrasjeje që ndoshta mund ta keni kryer. Aborti. Duket se janë të shumta rastet kur foshnja në bark hiqet në mënyrë kirurgjikale. Kjo është një vrasje.
Meqense njerëzit nuk mund të shohin me sytë e tyre foshnjën që ngjizet dhe që zhvillohet, ata nuk e mendojnë si vrasi kur e abortojnë. Por unë kam një videokasetë nga një mjek. Ai kishte kryer abort për shumë vite dhe ndërsa bënte këto operacione për të abortuar fetuset, ndërgjegja e tij vazhdonte ta shqetësonte. Më vonë, ai filloi të fotografonte fetuset në mitër. Ai u bëri fotografi foshnjave, ndërsa ato ishin në barkun e nënës, dhe fotografoi edhe procedurën kirurgjikale. Instrumenti kirurgjik futej dhe fetusit i priteshin këmbët, krahët, e më pas edhe qafa. E gjithë kjo tregohet në video. Mendoni lidhur me këtë. Kjo është vrasje, pa asnjë dyshim. Njerëzit nuk e mendojnë këtë si vrasje, sepse ata nuk mund ta shohin. Por nëse një fëmijë është ngjizur në mitër dhe trupi i tij ka filluar të formohet, vrasja e atij fëmije është padyshim një vrasje. Duhet ta keni parasysh se mëkati i vrasjes mbart me vete një dënim shumë të rëndë. Më pas thotë, nuk do të shkelësh besnikërinë bashkëshortore. Nuk është mëkat që një çift i martuar në mënyrë legjitime të flejë bashkë dhe të ketë marrëdhënie seksuale. Kjo është mënyra se si Perëndia ka për qëllim që të jetë. Por, nëse ke marrëdhënie seksuale me dikë kur nuk je i martuar, madje edhe nëse je i fejuar, kjo konsiderohet tradhti bashkëshortore. Pse është tradhti bashkëshortore nëse jeni të fejuar? Nëse jeni fejuar do të thotë se keni premtuar se do të martoheni në të ardhmen. Nuk do të thotë që tashmë jeni burrë e grua. Marrëdhënia seksuale është e pranueshme vetëm mes burrit dhe gruas. Është e pranueshme vetëm mes burrit dhe gruas. Nëse keni marrëdhënie seksuale me dikë me të cilin nuk jeni martuar, ky është mëkat shumë i rëndë që quhet tradhti bashkëshortore. Këto ditë, shumica e njerëzve janë të pandjeshëm ndaj mëkateve seksuale. Gratë edhe burrat kanë marrëdhënie seksuale para martesës dhe nëse e shohin se përputhen me njëri tjetrin, atëherë martohen. Kjo vlen si për burrat ashtu edhe për gratë. Kur bëhet fjalë për çështjen e virgjërisë, kjo është e barazvlefshme me jetën e një personi. Kjo ndodh pasi njerëzit që ruajnë me kujdes virgjërinë e tyre janë në gjendje të ruajnë veten dhe nga kryerja e mëkateve të tjera. Ata janë në gjendje të largohen edhe nga mëkatet e tjera. Por sa po virgjëria e tyre shkelet apo u merret, mbrojtja në zemrat e tyre shkërmoqet me një herë dhe jeta e tyre shkatërohet. Vendosmëria e tyre e fortë prishet gjithashtu. Sa po ndodh kjo gjë, ata bëhen të pandjeshëm ndaj mëkatit në përgjithësi. Ata mendojnë se nuk ka më rëndësi pasi trupat e tyre janë ndotur tashmë dhe thjesht dorëzohen. Pas kësaj ata ndjehen të lirë në zemrat e tyre për të kryer edhe mëkate të tjera. Ju duhet të kuptoni se virgjëria juaj është jeta juaj. Humbja e virgjërisë është njësoj si humbja e jetës. Ju duhet ta ruani me kujdes virgjërinë tuaj derisa të takoni të vetmin burrë ose grua që mund ta doni vërtet dhe t'ia ofroni atë atij personi. Në këtë mënyrë, të dy njerëzit mund të bëhen një trup dhe një familje dhe të jetojnë së bashku të lumtur si një trup i vetëm. Që nga momenti kur një burr apo një grua dëgjon se bashkëshorti i tyre ka pasur një marrëdhënie fizike me një grua ose burr tjetër në të kaluarën, para se të martoheshin, zemra e tij ose e saj ndryshon. Madje mund t'i jap fund edhe dashurisë së tyre. Kjo është një çështje shumë serioze. Por në kohën tonë këto vlera janë duke u rënuar
Dhe ne mund ta shohim se si po shkatërohet plotësisht kjo mënyrë jetese. Kjo epokë është bërë dekadente dhe bota jonë është e korruptuar dhe në një gjendje ngatërimi të plotë. Nëse ndonjëri prej jush ka pasur marrëdhënie të tilla seksuale jashtëmartese, ju do të merrni një dënim shumë të rëndë. Nëse nuk jeni të përullur dhe nuk pendoheni, nuk ka asnjë mënyrë që besimi të vijë tek ju. Më pas, nuk do të vjedhësh. Nuk kam nevojë të shpjegoj se çfarë nënkuptohet me vjedhjen. Nëse keni marrë ndonjëherë diçka nga dikush pa dijenin e tij, ju duhet të pendoheni për atë që keni bërë. Dhe më pas, nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Kjo nënkupton që nuk duhet t'i mashtroni të tjerët duke thënë një gënjeshtër dhe nuk duhet të thoni gjëra që nuk janë të vërteta për njerëzit e tjerë, duke nisur thashë theme të rreme. Më pas në vargun 17 thot: nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd. Nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd. Lakmia është po ashtu piknisja e shumë mëkateve. Pra ne kemi këto 10 urdhërime. Një shpjegim lidhur me urdhërimin që ka të bëjë me ditën e shtunë do të ishte shumë i ndërlikuar për t'u trajtuar tani, kështu që ne thjesht do ta kapërcejmë atë. Ndërsa lexoni këto vargje, pyesni veten tuaj nëse ndonjë nga këto urdhërime ju shqetëson në zemrën tuaj. Ndoshta je i shqetësuar sepse nuk u je bindur prindërve. Nëse jeni të shqetësuar nga ndonjë prej urdhërimeve që keni lexuar këtu, ju duhet ta çoni këtë çështje përpara Perëndisë dhe të pendoheni. Shkojmë në Dhjatën e Vjetër. Libri i Isaias, kapitulli 59. Isaia, kapitulli 59. Isaia, kapitulli 59. Do të filloj duke lexuar nga vargu 1. Ja, dora e Zotit nuk është tepër e shkurtër për të shpëtuar, as veshji i tij nuk është tepër i rënduar për të dëgjuar. Por pa udhëzit të tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush dhe Perëndisë suaj, dhe mëkatet tuaja kanë bërë të fshihet fytyra e tij prej jush, që të mos ju dëgjoj më. Vështroni se çfarë thot këtu. Apo pyesni veten pse Perëndia nuk ju shpëton, apo pse nuk mund të shpëtoheni? Nuk është se dora e Perëndisë është shumë e shkurtër për t'ju shpëtuar, ose që veshji i tij është i rënduar për të dëgjuar lutjet tuaja që kërkojnë shpëtim. Atëherë cila është arsyeja? Vargu 2. Por pa udhëzit tuaja kanë shkaktuar një ndarje midis jush. Çfarë do të thotë kjo? Nëse vështroni këtu, supozoni që ky është Perëndia dhe ky këtu jam unë. Të gjithë, pavarësisht se kush mund të jenë, kanë mëkat brenda vetes. Kur ky mëkat shfaqet dhe personi kryen një mëkat, ai mëkat shkon përpara Perëndisë, ku grumbullohet me të gjithë të tjerët që personi ka kryer. Meqense mëkatet që ne kryejmë grumbullohen kështu përpara Perëndisë, ai nuk është në gjendje të na shpëtojë për shkak të tyre. Edhe nëse i lutemi Perëndisë, lutja ime shkon deri tek pengesa e mëkatit dhe aty ndalon. Dhe lutja nuk arrin kurrë tek Perëndia. Kjo është çështja. Veçanërisht, kur bëhet fjalë për këto vargje tek Isaia kapitulli 59, njerëzit që besojnë tek Jezusi në këtë kohë, priren të lexojnë në fjalët, por nuk mendojnë për atë që vargjet thonë. A e dini se si besojnë në Jezusin?
Gjëja e parë që ata mësojnë në procesin e besimit në Jezusin është se si të luten. Së dyti, ata mësojnë këngë dhe më pas mësojnë për Biblën. Dikush mund t'i thotë një miku, ti duhet të besosh në Jezusin, dhe kështu miku shkon për të parë se për çfarë bëhet fjalë. Dhe gjëja e parë që mëson është se si të lutet. Ai e dëgjon personin në pjesën e përparme duke u lutur dhe duke thënë: Perëndi, Ati yt, ne të falenderojmë në të vërtetë. Dhe personi mëson shpejt nga kjo gjë dhe fillon të lutet në të njëjtën mënyrë, por ai nuk e di se lutjet e tij nuk mund të arrijnë Perëndin. Derisa ta zgjidhni problemin e mëkatit tuaj, lutja juaj nuk është as pak e dobishme për ju. Ju lutem, merrni një çast për të menduar për këtë gjë. Ndoshta ju keni bërë shumë lutje deri më tani. Por, a e keni zgjidhur plotësisht problemin e mëkatit tuaj përpara se të filloni të luteni? Apo jeni lutur edhe pse problemi i mëkatit tuaj mbetet aty? Nëse jeni lutur edhe pse mëkati juaj ndodhet ende aty përpara Perëndisë, të gjitha ato lutje kanë qenë të kota. Ato lutje nuk arritën kurrë tek Perëndia. Tek Mateu, kapitulli 6 të thuhet: Por ti, kur lutesh, futu në dhomëzën tënde, lutju Atit tënd në fshehtësi. Por, kur ju luteni, mos përdorni përsëritje të kota siç bëjnë paganët. Sepse ata mendojnë se do të plotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjalë. Sepse Ati juaj i di gjërat për të cilat keni nevojë, përpara se ju t'i kërkoni. Kështu thotë Bibla. Jezusi foli për këtë. Ai tha se ne nuk duhet të themi të njëjtat lutje pa pushim. Perëndia tashmë e di se për çfarë keni nevojë përpara se ta kërkoni. Kur bëhet fjalë për lutjen, ka lutje që bëhen publikisht, ka lutje që janë më shumë si predikime, ka forma të ndryshme lutjesh. Ju nuk keni nevojë të veproni kështu. Nëse ka diçka të cilën e dëshironi me zell, duhet ta shprehni këtë dëshirë përpara Perëndisë si një fëmijë i vogël. Kjo është lutja. Një foshnjë për sa lindur lutet kur qan. Kur ngre krahët dhe këmbët dhe i shtrëngon duke qarë, ajo është një lloj lutje. Kur nëna e saj e dëgjon këtë, ajo vjen me vrap. Ajo kontrollon për të parë nëse ka ndonjë aromë që vjen nga pampersi. Ajo kontrollon nëse pampersi duhet të ndërohet ose përpiqet ta ushqejë fëmijën me gjy në rast se është i uritur. E qara është lutja e foshnjës. Më pas, kur fëmia rritet pak, ai mund të shkojë tek babai i tij dhe t'i thotë: "Babi, më duhet të blej diçka për në shkollë." Por supozoni që babai i fëmijës të ishte presidenti i vendit të tij. A do të shkonte fëmia më pas tek babai dhe t'i thoshte: "Shkëlqësia juaj, i nderuar zoti president." A do t'i drejtohej kështu babait të tij? A i thjesht do të thoshte baba ose babi. Megjithatë, disa njerëz kur luten, përdorin shprehje të mëdha. Ata thon gjëra të tilla si: Zot, Perëndi i ushtrive, Zoti i zotërve. Ky është një fjalim dhe jo një lutje. Pra, ka lutje që janë më tepër si fjalime, ka himne, ka lutje që janë si predikime, madje ka lutje kur dikush vjen dhe godet në shpinën e njerëzve që luten. Por asnjë nga këto lutje nuk janë lutje të vërteta. Të gjitha janë thjesht pjesë e ritualeve formale. Lutja nuk është kështu. Si i drejtoheni ju personit me të cilin jeni më të afërt? Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Cilët janë dy njerëzit më të afërt në një familje? Për ata që janë të martuar, bashkëshorti është personi më i afërt apo jo? Kur një burrë dhe një grua janë ulur së bashku për darkë, ai drejtohet gruaja burrit të saj meze të lartë duke përdorur shprehje si: "Burri im, presidenti më i nderuar i filan kompanie." A do ta bëjë ajo këtë gjë?
Jo, ata do të flasin me qetësi me njëri tjetrin, me qëllim që të tjerët të mos dëgjojnë se çfarë thonë. Lutja është një bisedë midis Perëndisë dhe një personi që ka jetën e vërtetë brenda tij. Natyrisht, nëse drejtoni lutje në publik, duhet të flisni me një zë mjaft të lartë me qëllim që të gjithë të dëgjojnë. Por ka diçka shumë të gabuar me mënyrën se si njerëzit në përgjithësi e perceptojnë lutjen. Formalitetet ceremoniale si këndimi apo recitimi i lutjes së Zotit kanë depërtuar në kishat e krishterë në përgjithësi dhe kështu koncepti i lutjes është korruptuar. Lutja nuk duhet të jetë kështu. Njerëzit thonë se lutja është si frymëmarrja. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. A marrin frymën njerëzit e gjallë apo të vdekurit? A ka nevojë të pyes për këtë gjë? A keni parë ndonjëherë një kufom që merr frymë? Nëse lutja është si frymëmarrja, njerëzit që janë gjallë marrin frymë automatikisht. Nëse lutja është një lloj si frymëmarrja, pasi të shpëtohesh dhe të zgjidhet problemi i mëkateve të tua, ti do t'i lutesh Perëndisë automatikisht. Do ta gjesh veten duke u lutur automatikisht dhe natyrshëm. Por nëse nuk je i shpëtuar dhe mëkatet e tua po të bllokojnë rrugën, mund të lutesh në formën e një himni, fjalimi apo predikimi. Por asnjëra prej tyre nuk do të ketë fare dobi. Nëse ndonjëri prej jush e ka pasur zakon të lutet deri më tani, ju lutem mendoni për këtë gjë shumë thellë. Pyete veten nëse Perëndia i ka dëgjuar vërtet lutjet e tua. Nëse nuk ka pasur kurrë një kohë kur problemi i mëkatit mes jush dhe Perëndisë duhet të jetë zgjidhur plotësisht, mund të supozoni se Perëndia nuk i ka dëgjuar kurrë lutjet e tua. Shkojmë tek Jeremia kapitulli 5. Libri gjendet menjëherë pas librit të Isaias. Jeremia kapitulli 5. Jeremia kapitulli 5, vargu 25. Jeremia kapitulli 5, vargu 25. Pa udhësitë tuaja i ka në përmbysur këto gjëra, dhe mëkatet tuaja mbajnë larg jush begatin. Vështroni këtë tani. Supozoni se ka mëkat midis këtij personi dhe Perëndisë, por Perëndia dëshiron t'i jap atij diçka të mirë. A i dini se cila është gjëja më e mirë që na vjen nga Perëndia? Cila është gjëja më e mirë që vjen nga Perëndia dhe që ai dëshiron të na japë? A mendoni se është diçka që mund ta përdorni për të fituar para? A mendoni se është inteligjenca për të na ndihmuar që të kemi sukses nga ana akademike? A mendoni se është diçka që na ndihmon të kemi sukses në këtë jetë? Ndoshta një zonjushë që gjen një të ri të pasur e të pashëm si burrin e saj, do të mendoj që ai është një dhuratë nga Perëndia. Por as kjo nuk është. Dhurata më e madhe që vjen nga Perëndia është fryma e shenjtë. Fryma e shenjtë na bën të rilindim dhe është nëpërmjet frymës së shenjtë që ne mund të njohim dhe të marrim gjithçka që Perëndia na jep. Dhurata më e madhe që vjen nga Perëndia është fryma e shenjtë. Por, ju lutem përsëriteni këtë pas meje. Pa udhësitë tuaja kanë përmbysur larg jush begatin. Gjëja më e mirë që na vjen nga Perëndia është fryma e shenjtë. Por nëse ky mëkat mbetet këtu, fryma e shenjtë nuk mund të vijë tek ju. Nëse mëkati juaj qëndron përpara Perëndisë, fryma e shenjtë nuk mund të hyjë në frymën tuaj.
Këto fjalë nuk I kam shpikur unë apo jo. Mëkatet tuaja. Mëkatet tuaja. Kjo përfaqëson mëkatet tuaja. Mëkatet tuaja e kanë penguar të mirën, frymën e shenjtë nga ju. Por, pasi problemi I këtij mëkati të zgjidhet, fryma e shenjtë vjen tek ju automatikisht. Kur ky problemi I mëkatit tuaj është të zgjidhur, fryma e shenjtë vjen tek ju automatikisht. Atëherë pyetja është: si mund ta zgjidhni problemin e mëkatit tuaj? A nuk është ky problemi më I madh që duhet zgjidhur? Tani le të hedhim një vështrim tek Jeremia kapitulli 17. Jeremia kapitulli 17. Do të lexoj duke filluar nga vargu 9. Vargu 9. Jeremia kapitulli 17 vargu 9. Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashurueshme. Kush mund ta njohë atë? Unë Zoti hetoj zemrën, vë në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. Vështroni se çfarë thot këtu. Ka diçka që njerëzit nuk e kuptojnë. Ka diçka të cilën njerëzit nuk e dinë. Mendoj se shumica prej jush jetoni në qytet, kështu që ndoshta nuk keni ushqyer kur dëra më para, apo jo. Ndoshta nuk e dini se sa të piste janë dërat. Kohë më parë unë rrita disa dëra. Nëse shikoni një vath të dërash, do të shihni se derat ecin përreth dhe ulen në jashtëqitjet e tyre. Ata kanë erë të tmerrshme. Ato janë kafshë vërtet të ndyra. Por Perëndia thot se ka diçka edhe më të ndyrë se kaq. Ka diçka edhe më të keqe se dërat që hanë, pinë dhe flenë në mes të jashtëqitjeve të tyre. Dhe kjo diçka është zemra e njeriut. Ndoshta, ndërsa keni jetuar jetën tuaj në këtë botë deri tani, nuk keni menduar që zemra juaj ishte e pisët, e ligë ose mashtruese apo jo. Ju ndoshta nuk e keni menduar zemrën tuaj si mashtruese. Por më lejoni t'ju pyes diçka. Një derë nuk gënjen. Nëse një derë është ngopur, ai nuk I mashtron njerëzit që të mendojnë se është I uritur duke bërë oink oink oink. Nëse një derë është I ngopur, ai nuk bën zhurmë. Por kur është I uritur, bën shumë zhurmë. Këlqejt dhe bën zhurmë. Dërat nuk gënjejnë. Ndërsa e keni jetuar jetën tuaj deri më tani, a nuk keni thënë kur një gënjeshtër të vetme? Kjo do të thotë se jeni mashtrues. Një derë nuk është mashtrues, por ka mashtrim në zemrat tona. Pastaj ka raste kur takojmë dikë dhe nga jashtë buzëqeshim, shtrëngojmë duart, I pyesim se si po kalojnë dhe në përgjithësi pretendojmë se jemi të kënaqur që po I shohim. Por çfarë ndodh në brendësi? Nga brenda ne mund të mendojmë, sikur të kisha një armë me silenciator, do ta qelloja në vend. Nga jashtë, ju mund të shtrëngoni duar dhe të pyesni, si po kaloni këto ditë? Por kjo është tmerrësisht e gënjeshtërt dhe e keqe. Më pas ka raste kur ne nuk mund të durojmë faktin që njerëzit e tjerë të kenë sukses. Bëhemi ziliqar dhe xheloz. Le të themi që është një filan zotëri dhe nëse ai është ulur qetësisht pa bërë ndonjë gjë, ai mund të na japë një përshtypje jashtëzakonisht të mirë. Njerëzit mund ta shohin dhe të kenë përshtypjen se ai sillet shumë mirë dhe ka një prirje të mirë. Por supozoni që shkoni tek ai dhe I thoni, ose bëni diçka për ta ofenduar. Nëse shkoni tek ai dhe do e akuzonit se kishte bërë diçka që nuk e kishte bërë, zemërimi I tij do të zgjohej menjëherë.
ai mund të therasë: "Ti bastard! Pse do të reagoj kështu?" Kjo ndodh për shkak të ligësisë që gjendet brenda. Po të mos kishte asnjë të keqe brenda atij personi, sa do ta ngacmoje, ai do të qëndronte i qetë. Ju do të duhet vetëm të shkoni dhe të prekni dika shumë lehtë dhe ai do të mërzitej. Brenda tyre do të lindte urrëtie, zemërim dhe mallkime. Pse ndodh kjo? Ky është një tregues se brenda njeriut ka diçka të keqe. Ka mashtrim. Të ndryshe, brenda njeriut ka mëkat. Këtu thuhet: zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë? Mendoni për këtë. Ndërsa keni jetuar jetën tuaj në këtë botë deri tani, nuk keni qenë të vetëdijshëm se sa mashtruese është zemra juaj, sa e ligë është zemra juaj, apo sa e marrë është zemra juaj. Kjo është çështja. Ju e keni jetuar jetën tuaj të pavetëdijshëm për të gjitha këto gjëra. Kush mund ta njohë atë? Meqense nuk keni qenë të vetëdijshëm për këtë deri tani, e keni jetuar jetën tuaj me guxim në këtë botë, sikur problemi të mos ishte aty. Kjo është çështja. Ky është problemi. Më lejoni ta shpjegoj në këtë mënyrë. Supozoni se kishte një qelizë kanceroze brenda trupit tuaj. Qelizat e kancerit nuk e pëlqejnë oksigjenin. Këto ditë, ajri në këtë botë është shumë i ndotur, kështu që kanceri brenda jush vazhdon të rritet pak nga pak. Por edhe pse po rritet, ju nuk jeni plotësisht të vetëdijshëm për këtë. Nuk e keni fare idenë. Vetëm kur kanceri zhvillohet në masën që shkakton dhimbje, ju bëheni të vetëdijshëm për të. Por atëherë është tepër vonë. Në atë kohë nuk ka asnjë mënyrë për ta kuruar. Po ashtu, edhe pse brenda njeriut ka mëkat, ligësi dhe mashtrim, edhe pse brenda njeriut gjendet gjithë kjo, njerëzit jetojnë jetën e tyre pa e ditur për këto gjëra. Më vonë, kur ata e zbulojnë, është tepër vonë. Kjo gjë është një lloj si në rastin e njerëzve që zbulojnë se kanë kancer, kur tashmë është tepër vonë. Ju duhet ta kuptoni këtë përpara se të jetë tepër vonë. Ju duhet të kuptoni se brenda jush ka mashtrim, ligësi dhe mëkat. Situata juaj është si ajo e një personi që mban një bombë me sahat. Shikoni se çfarë thot më pas në vargun 10. Unë Zoti hetoj zemrën, vë në provë mendjen për t'i dhënë secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprimeve të tij. Vështroni këtë. Vargu thot se një ditë Perëndia do t'i jap secilit sipas rrugëve të tij, sipas frytit të veprave të tij. Në fjalë të tjera, ai do t'i gjykojë të gjithë. Pra, do të thotë që pavarësisht se çfarë mëkatesh mund të keni bërë, do të dënoheni për ato mëkate. Ky është gjykimi. Një ditë do të vijë koha kur do të dënoheni për të gjitha mëkatet që keni bërë gjatë gjithë jetës suaj në këtë botë, pavarësisht nëse i keni kryer ato mëkate me dashje apo pa dashje. Pse? Kush mund ta njohë atë? Perëndia e di se çfarë ke në zemër. Kjo është çështja. Perëndia heton zemrën dhe vën në provë mendjen. Meqense Perëndia na njeh brenda dhe jashtë, ai e di se çfarë po mendojmë në zemrat tona, çfarë duam dhe çfarë bëjmë. Do të vijë dita kur do të duhet të paguajmë për të gjitha këto gjëra. Pra, ky është një problem jashtëzakonisht serioz. Kur njerëzit bëjnë diçka të gabuar, ata mendojnë se janë të sigurt për sa kohë që nuk kapen. Kur kryejnë një krim pa e ditur kush, ata mendojnë se kanë qenë të suksesshëm dhe se kanë përfituar diçka prej tij. Por ajo që duhet të dinë është
se edhe nëse i shpëtojnë zbulimit dhe gjykimit sipas ligjeve të kësaj bote, veprimet e tyre nuk i kanë shpëtuar vështrimit të Perëndisë, i cili sheh gjithçka sikur të jetë ndriçuar nga një rufe. Rufeja mund të ndriçojë në qiellin e largët, por drita e saj është ndritshme, mund të depërtojë edhe në dhomën tuaj. Perëndia di gjithçka. Ju mund të shmangni kapjen nga ligjet e botës, por nuk mund t'i shpëtoni gjykimit të Perëndisë. Shkojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 5, në 10 e vjetër. Mateu, kapitulli 5, vargu 21. Ju keni dëgjuar se u qethen të lashtëve, mos vrisni, dhe kushdo që vret do t'i nënshtrohet gjyqit. Por unë po ju them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit. Dhe kushdo që i thot vëllait të vet raka, do t'i nënshtrohet sinedrit. Dhe kushdo t'i thotë budalla, do t'i nënshtrohet zjarrit të Gehenës. Pra, cilat mëkate gjykohen dhe cilat mëkate do ta dërgojnë një person në ferr? Shumica e njerëzve mendojnë se një person do të dërgohet në ferr për shkak të mëkateve të mëdha, si vjedhja dhe vrasja, por jo për mëkatet më të vogla. Dhe për këtë arsye, ata as nuk i konsiderojnë fare mëkatet më të vogla. Por, çfarë tha Jezusi lidhur me këtë? Ai tha se një njeri që kryen vrasje do të gjykohet, por tha gjithashtu, por unë po ju them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij. Shikoni se çfarë thot këtu. Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij. Kur thot vëlla, këtu përfshin vëllezërit dhe motrat, miqtë dhe çdo tjetër në këtë botë me të cilin jeni zemëruar ose i irrituar. Të zemërohesh, të irritohesh, të tërbohesh me dikë. Bibla thot se sa herë që e bëni këtë, pavarësisht se kush jeni, do të gjykoheni. Të gjithë, pa përjashtim. Nuk janë vetëm mëkatet e rënda ato që do të gjykohen, dhe ndoshta mëkati më elementar është mëkati i zemërimit. Nuk ka asnjë person të vetëm në këtë botë që nuk ka qenë ndonjëherë i zemëruar. Kushdo t'i thotë budalla, ky është një ofendim. Pra vargu po thotë që nëse thua diçka të tillë si idiot ose ti je budalla, ju do të shkoni në ferr për këtë mëkat. Unë nuk po e trilloj këtë gjë. Le t'i hedhim një vështrim vargut 22. Por unë po ju them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit, dhe kushdo që i thot vëllait të vet raka është një ofendim, do t'i nënshtrohet sinedrit, dhe kushdo që do t'i thot budalla, do t'i nënshtrohet zjarrit të Gehenës. Perëndia duket paksa ekstrem apo jo? Çfarë do të ndodhë nëse ai çon në ferr të gjithë ata që zemërohen pak apo mallkojnë dikë? Nuk ka asnjë në këtë botë që nuk ka thyer kurrë një person apo që nuk është zemëruar kurrë. Kështu që a nuk do të thotë kjo se të gjithë në këtë botë do të shkojnë në ferr? Unë mendoj se mund të jetë e vështirë që ju t'i pranoni këto fjalë. Kjo është arsyeja pse ju duhet të merrni shpëtim. Vendosni një shenjë këtu dhe shkoni tek Zbulesa kapitulli 20. Ndodhet në fund të Biblës. Zbulesa kapitulli 20. Zbulesa kapitulli 20. Do të lexoj duke filluar nga vargu 12. Zbulesa kapitulli 20 vargu 12. Dhe pasha të vdekurit, të mëdhenj e të vegjël, që rinin në këmbë përpara Perëndisë, dhe librat u hapën.
dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës. Dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libër, sipas veprave të tyre. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit që ishin në ta. Dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Çfarë do të thotë e gjithë kjo? Kjo vijë përfaqëson historinë e njerëzimit. Këto këtu janë në 7 vitet e mundimit. Kur Jezusi të kthehet, historia e kësaj bote do të marrë fund dhe do të vendoset mbretëria mijëvjeçare. Dhe më pas, këtu në fund, të gjithë ata që kanë lindur në këtë botë, të gjithë njerëzit që kanë vdekur pa u shpëtuar më parë, secili prej tyre do të ringjallet në atë kohë. Kjo është ringjallja e njerëzve që nuk janë shpëtuar. Të gjithë ata që kanë lindur në këtë botë pa përjashtim, do të ringjallen në atë kohë. Ju lutem, përsëriteni pas meje. Ky është Gjoni kapitulli 5 vargu 29. Përsëriteni pas meje. Dhe do të dalin prej tyre ata që kanë bërë të mira në ringjallje të jetës, dhe ata që kanë bërë të liga në ringjalljen e dënimit. Kjo është ringjallja e ndëshkimit. Në ringjalljen e dënimit, njerëzit do të ringjallen në këtë kohë për të gjykuar. Le të themi që ky është stoli i gjyqtarit. Ky është stoli i gjyqtarit dhe gjyqtari është ulur këtu. Dhe këtu janë disa njerëz që presin të gjykohen. Këta njerëz presin të gjykohen dhe para tyre ka libra. Secili prej tyre ka një libër përpara. Më pas këtu në stolin, përballë gjyqtarit, ka një libër tjetër. Ky është libri i jetës. Ata, emrat e të cilëve nuk janë shkruar në këtë libër të jetës, duhet të gjykohen. Ata, emrat e të cilëve janë në librin e jetës, nuk përballen me këtë gjykim. Aty janë shkruar emrat e njerëzve që kanë rilindur. Lexojmë edhe vargu 12 edhe një herë. Dhe pas të vdekurit, të mëdhenjit të vegjël që rinin në këmbë përpara Perëndisë, dhe librat u hapën, dhe u hap një libër tjetër, që është libri i jetës. Ky është vetëm një libër. Dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libër, sipas veprave të tyre. Pra, këta njerëz janë gjykuar. Pra, le të marrim këtë person këtu. Këtu është personi i parë, personi i dytë, personi i tretë, personi i katërt dhe ky këtu është personi i pestë. Kjo në fakt nuk është e mundur, por supozoni se personi i parë është zemëruar vetëm një herë në jetën e tij. Ai e humbi durimin vetëm një herë. Ai u zemërua. Ky person u zemërua vetëm një herë. Si rezultat, ky person gjykohet për atë mëkat dhe dërgohet në ferr. Dhe kur ai arrin në ferr, ai merr dënimin për mëkatin e humbjes së durimit vetëm një herë në jetën e tij. Në ferr, dënoheni vetëm për ata që keni bërë. Më parë tek Jeremia kapitulli 17 lexuam se çdo njeriu i jepet sipas fryteve të veprimit të tij. Pikërisht në ferr, njeriu dënohet për atë që ka bërë. Nëse keni humbur durimin vetëm një herë, do të ndëshkoheni vetëm për atë mëkat. Le të themi se ky person tha një gënjeshtër. Pra, ai do të marrë dënimin për atë gënjeshtër. Nëse ka gënjyer 2 herë, do të marrë dënimin për ato 2 gënjeshtra. Ky person ka vjedhur diçka, ndaj duhet të marrë një dënim pak më të ashpër. Ky person kreu tradhti bashkëshortore, edhe ai do të marrë një ndëshkim të rëndë.
ky person nuk ju bind prindërve të tij dhe do të ndëshkohet në përputhje me veprimin e bërë. Nëse ishte vetëm një herë, ai do të ndëshkohet për atë mëkat. Nëse e ka bërë 2 herë, ndëshkimi i tij do të jetë 2 herë më i rëndë. Feri është vendi ku njerëzit ndëshkohen sipas asaj që kanë bërë. Kështu, ky është gjykimi. Dhe feri është vendi ku njerëzit dërgohen si rezultat i atij gjykimi. Pra, sa do i vogël të jetë mëkati që ju bëni, çmimi për atë mëkat duhet të paguhet në ferr, pasi të jeni gjykuar. Unë nuk po e sajoj këtë. E thot këtu në Bibël apo jo? 이 성경 말씀이잖아요. Bibla është e vërtetë apo jo? Ju keni mësuar se Bibla është padyshim e vërtetë apo jo? Ju mund të mos dëshironi ta pranoni këtë në zemrën tuaj ose të mund të dëshironi ta besoni, por ky fakt është qartësisht i vërtetë. Hidhi në një vështrim vargut 13. Dhe deti i dorëzoi të vdekurit që ishin në të, dhe vdekja dhe Hadesi dorëzuan të vdekurit që ishin në ta. Dhe ata u gjykuan secili sipas veprave të veta. Ata që vdesin në det do të ringjallen nga deti. Ata që vdesin në zjarr do të ringjallen prej andej. Si mund të ringjallet një person që është djegur për vdekje? Nëse një person vdes në det, një peshkaqen mund të vijë dhe të hajë trupin. Më pas njerëzit mund të kapin peshkaqenin, të nxjerrin vajin prej tij dhe të hanë mishin. Në këtë rast, mund të pyesni veten se si mund të ringjallet një person që vdes në këtë mënyrë? Por kush është Perëndia? Edhe nëse një person digjet për vdekje, gazrat si hidrogjeni, gazrat që përbëjnë elementet fillestar të trupit mbeten ende. Këto mund të hyjnë në tokë dhe të përzihen dhe formojnë tokën. Por përsa kohë që fryma e personit mbetet gjallë, ringjallja nuk përbën ndonjë problem. Pra, kushdo që vdes pa u shpëtuar, shkon fillimisht në Hades. Dhe më pas, në këtë moment kohor, ata do të ringjallen dhe do të gjykohen. Kjo është ringjallja për gjykim. Kështu që ata do të gjykohen dhe do të hidhen në liçenin e zjarrit. Le të mendojmë për këtë. Supozoni që ndërsa po lexoni Biblën dhe dëgjoni këto fjalë, po mendoni me vete. Ec, kjo nuk mund të jetë e vërtetë. Nuk mendoj se është e vërtetë. Dhe nuk po i pranoni të gjitha këto në zemrën tuaj. Nëse ndodh kështu, çfarë do të bëni kur një ditë të gjitha këto gjëra do të shpalosen para syve tuaj? Çfarë do të bëni kur këto fjalë të kthehen në realitet për ju? Atëherë do të jetë tepër vonë apo jo? Bibla thotë se feri është një vend zjarri. Arsyeja pse nuk do të vdisni në zjarr është se do të jeni në një trup të ringjallur që nuk do të digjet. Një trup i ringjallur nuk do të digjet dhe nuk do të zhduket. Edhe trupi i një mëkatari nuk do të jetë i tillë që të digjet dhe të zhduket pasi të ringjallet. Do të jetë i përjetshëm. Kjo është arsyeja pse Jezusi foli kështu tek Mateu kapitulli 5. Shkojmë sërish tek Mateu kapitulli 5. Mateu kapitulli 5 vargu 22. Por unë po ju them, kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit. Dhe kushdo që i thot vëllait të vet raka, do t'i nënshtrohet si në edrit, dhe kushdo që do t'i thot budalla, do t'i nënshtrohet zjarrit të Gehenës.
Jezusi nuk po fliste me sarkazëm. Ai po I lidhte faktet ashtu siç ato janë. 그대로를 말씀하신 거예요. Vargu 25. Bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë tek gjykatësi, dhe gjykatësi të dorëzojë tek krojtari, dhe ti të futesh në burg. 거기에 가둘까 염려하라. 이제 Këtu ai po përdorte metaforën e një gjykate. 여기 이제 Këtu është gjykata, 어떤 사람이 하나 dhe kjo është rruga për në gjykatë. 합니다. Këtu një person po ecën përgjatë rrugës dhe ky person po e drejton atë. Ai po e drejton atë, por ku po shkojnë? Ky është vendi ku njerëzit gjykohen. Ky person që ecën përpara është prokurori. 검사가 직접 Zakonisht nuk është prokurori ai që e çon të pandehurin në gjykatë. Kjo është puna e një oficeri policie apo I një roje burgu apo jo. Por në thelb është e njëjta gjë si prokurori ta çojë të pandehurin në gjykatë. Dhe ai thotë, shkojmë, ti duhet të shkosh në gjyq. Këtu Jezusi po përdor shembullin e një gjyqi publik për të shpjeguar gjykimin përfundimtar. Ai tha se ky person që e ndjek pas duhet të bjerë në ujdi me kundërshtarin e tij, në prokurorin që ecën përpara tij. 검사하고 Kur thot të bjerë në ujdi, do të thot të zgjidh çështjen duke I rregulluar gjërat me prokurorin. Nëse e zgjidhni çështjen me prokurorin përpara se të shkoni në gjykatë, çështja pushohet dhe nuk keni pse të shkoni për t'u gjykuar. Por nëse vështroni këtu Jezusi tha, bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të. Cila është mënyra për të cilën ai po flet? Kjo është rruga e jetës. Rruga që njerëzit po ecin në jetën e tyre në këtë botë, është rruga që përfundon në gjyqin përfundimtar. 마지막에 심판받으려 가는 길에 있는 거예요. Tani për tani, ju po ecni përgjatë rrugës që do të përfundojë në gjykim. 지금 길을 걷고 있는 것입니다. Të gjithë të lindurit në këtë botë po ecin në këtë rrugë dhe nuk ka asnjë rrugë anësore ku mund të ecni gjatë rrugës. 가는 그런 길은 없어요. Çdo person po ecën përgjatë rrugës drejt gjykimit. 통해 가지고 심판받으러 가는 거예요. Kështu Jezusi tha që ne duhet ta zgjidhnim çështjen me kundërshtarin ton përpara se të dalim në gjyq dhe të gjykohemi. 고 하는 겁니다. 자, 그러면은 Çfarë nënkuptohet me këtë kundërshtar? Ky kundërshtar është ndërgjegja brenda jush. 여러분 Është ndërgjegja brenda jush. 여러분 속에는 양심입니다. Çdo person ka dy anë në zemrën e tij. 사람은 Një person ka dy anë në zemrën e tij. Ai ka vullnetin e tij, por në të njëjtën kohë ndërgjegja vazhdon ta shqetësojë. 양심이 꼭 Ndërgjegja e shqetëson dhe vazhdon ta mundojë. Fakti që ne vuajmë nga një ndërgjegje fajtore është prova që na tregon se po ecim përgjatë rrugës së gjykimit. 받으러 가는 길에 있다는 증거입니다. Kjo është prova. 증거라요, 증거. Kur ndërgjegja të shqetëson, 확실한 증거. ky është treguesi I qartë se do të gjykohesh. 이는 그 문제입니다. Pra, 그러니까 kur bëhet fjalë që ky njeri të bjerë në ujdi me kundërshtarin e tij, pasi të shpëtohet, 을 받아버리면은 ai do të kuptojë se ndërgjegja e tij nuk e shqetëson më. Kjo do të thotë të bjesh në ujdi me kundërshtarin tënd. 을 받아버리면은 Kur shpëtoheni, ju bini në ujdi me ndërgjegjen tuaj, së cilës I referohemi këtu si kundërshtari, ndërkohë që bëni rrugën me të dhe ndërgjegja juaj nuk ju shqetëson më. Atëherë nuk do të përfundoni këtu. 그러니까 Kjo është arsyeja pse ju duhet të shpëtoheni me çfarëdo mënyre. 구원을 받아야 되잖아요. A mendoni se është një gjë e mirë nëse mund të shpëtoheni, por që në të vërtetë nuk ka rëndësi nëse nuk mundeni? Shikoni se çfarë thot këtu. E lexojmë përsëri, vargu 25.
Bëni një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë tek gjykatësi dhe gjykatësi të dorëzojë tek krojtari dhe ti të futesh në burg. 형무소란 말입니다. Ky burg është feri. 지옥에 가둘까 염려하라. 지옥에 들어간다 이 말입니다. Vargu 26. 절입니다. Në të vërtetë të them 실로 네게 이르노니 se nuk do të dalësh prej andej 나도 남김이 pa e paguar edhe qindarkën e fundit. 전에는 결단코 거기서 나오지 못하리라. Burgu këtu është në fakt feri, dhe kur këtu thotë nuk do të dalësh prej andej pa e paguar edhe qindarkën e fundit, do të thotë që nuk mund të dilni prej andej derisa të keni paguar çmimin e plot për të gjithë mëkatet tuaja. 나온다 그 말입니다. Më lejoni ta shpjegoj pak më tepër. 여기서 Çfarë është një qindarkë? 홀이란 말은 Është njësia monetare më e vogël që kemi. 돈 단위 가운데 제일 작은 단위가 홀입니다. Dollari është njësia më e madhe. Është dollari, çereku i dollarit, 10 qindarka, pastaj 5 qindarka dhe qindarka. Dollari, çereku i dollarit, 10 qindarka, 5 qindarka dhe qindarka. Qindarka është njësia më e vogël nga të gjitha. 작은 것이 Kjo do të thotë që çmimi duhet paguar edhe për mëkatet më të vogla. 제일 작은 죄도 죄 값을 치러야 돼요. Ju duhet të paguani çmimin për mëkatet tuaja. Nëse nuk paguani çmimin për mëkatet tuaja, 지 않으면은 problemi i mëkatit tuaj mbetet aty. 되질 않아요. Ju duhet të paguani çmimin për mëkatin tuaj. Mendoni për situatën tuaj. Mendoni për mëkatet që keni kryer gjatë gjithë jetës tuaj në këtë botë deri më tani. Ndoshta keni qenë të zemëruar ose keni gënjyer. 어떤 때는 Ndoshta keni qenë ziliqar ose xheloz, ose keni mashtruar njerëz të tjerë. 남 속이고 Ndoshta keni kryer edhe tradhti bashkëshortore. Pyesni veten nëse e keni paguar plotësisht çmimin për mëkatet që keni kryer. 내가 치루었는가. A e keni paguar çmimin për të gjitha mëkatet tuaja deri në qindarkën e fundit? 값이 치루어졌는가. Mendoni për jetën tuaj me shumë kujdes. 밀하게 살피고 Pyesni veten nëse e keni paguar çmimin për secilin nga mëkatet tuaja deri në mëkatin më të vogël. Vargu 27. 27절입니다. Ju keni dëgjuar se të lashtëve u qethen, mos shkel kurorën, 것을 너희 por unë po ju them se kushdo që shikon një grua për ta dëshiruar, ka shkelur kurorën me ta në zemrën e vet. 마음에 Në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, hiqe dhe flake larg teje, sepse është më mirë për ty që të humbësh një nga gjymtyrët e tua, 없어지고 se sa të hidhet në gehenën të gjithë trupi yt. 않는 것이 유익하며 Dhe në qoftë se dora jote e djathtë të çon në mëkat, 오른손 prije dhe hidhe larg teje, sepse është më mirë që të humbasësh një nga gjymtyrët e tua, se sa të hidhet në gehenë gjithë trupi yt. 이루지 않는 것이 Supozoni se keni kryer tradhti bashkëshortore në zemrën tuaj. 마음에 Ju nuk i keni vënë mendimet tuaja në veprim, por keni kryer tradhti bashkëshortore në zemrën tuaj. Mund të jesh një grua që e ke parë një burrë, ose një burrë që e ke parë një grua, por keni kryer tradhti bashkëshortore në zemrën tuaj. Edhe kjo do të gjykohet. Kështu Jezusi tha, në qoftë se syri yt i djathtë të çon në mëkat, 오른눈이 nëse e keni përdorur syrin e djathtë për të parë një pjesëtar të seksit të kundërt, me mendime kuror shkelje në mendje, atëherë duhet ta hiqni atë sy. 음행에 생각을 했습니다. Nëse keni goditur dikë, ose keni bërë ndonjë mëkat tjetër me dorën tuaj të djathtë, 누구를 vargu thot se duhet ta prisni. 죄를 지었습니다. 오른손을 찌그라. Me qenë se i gjithë trupi juaj do të duhej të shkonte në ferë për shkak të syrit tuaj të djathtë, ose dorës tuaj të djathtë, vargu thot se i gjithë trupi juaj do të hidhet në ferë. Trupi yt. Por nëse hiqni syrin e djathtë, do të vazhdoni të mëkatoni me syrin e majtë. Thonë se nëse i prisni duart një personi të dhënë pas bixhozit, ai sërish do të luajë kumar duke përdorur gishtat e këmbëve. Edhe nëse i prisni duart, do të vazhdoni sërish të mëkatoni. Kështu, kur e shqyrtojmë këtë çështje,
Ne zbulojmë se mëkati është në fakt në zemër. 보면은 마음에 있더라. Mëkati është në zemrën tënde. Ky është thelbi. 마음에 있더라. 그 말이에요. Ky është një problem jashtëzakonisht serioz. Kur bëhet fjalë për këtë, 보면은 njeriu nuk është gjë tjetër veç se një grumbull mëkati. 죄뭉치기라 해요. Një grumbull mëkati. 죄뭉칩니다. Shkojmë tek Romakëve kapitulli 1. Romakëve kapitulli 1. 21절입니다. Do të lexoj duke filluar nga vargu 21. Romakëve kapitulli 1, vargu 21. Sepse, megjithse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. 사치도 아니하고 Përkundrazi, u bën të pamend në arsyetimet e tyre dhe zemra e tyre pa gjykim u errësua. Duke e deklaruar veten të urtë, u bën të marrë dhe e shndruan lavdinë e Perëndisë së pakalpshëm në një shëmbëllim të ngjashëm me atë të njeriu të kalpshëm, të shpendëve, të kafshëve katërkëmbëshe dhe të rreshjanorëve. 18절 Pak përpara kësaj, në vargjet 18 deri në 20, 무신론적인 flet për njerëzit që nuk e njohin Perëndinë, për ateistët. A i thotë se njerëzit që pretendojnë se nuk ka Perëndi do të gjykohen me një gjykim të tmerrshëm. 하나님을 Por këtu, nga vargu 21, a i flet për njerëzit që e njihnin Perëndinë. Ka njerëz që e njohin Perëndinë dhe sërish do të gjykohen. 하나님만 믿고 Njerëz të shumë të mendojnë se nëse besojnë në Perëndinë dhe shkojnë në kishë, ata do të shkojnë në qiell dhe do të shmangin ferin. Jo çdo njeri që më thotë Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, 주의 이름으로 por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. 이름으로 많은 Edhe në qoftë se një person ka profetizuar në emër të Zotit, ka dëbuar dëmon në emër të Zotit dhe ka bërë shumë vepra të mrekullueshme në emër të Zotit, nëse Zoti thotë se nuk e ka njohur kurrë, Bibla thotë se personi do të shkojë në ferr. 하나님을 알 Vështroni se çfarë thotë këtu. 하나님 Megjithse e njohën Perëndinë, nuk e përlëvduan as e falenderuan si Perëndi. Nëse keni besuar në Perëndinë deri më tani, pyesni veten nëse keni përlëvduar Perëndinë apo keni përlëvduar veten. Thjesht mendoni për këtë. 하나님 믿는답시고 Ju thoni se besoni në Perëndinë, 예, por mendoni nëse ndoshta keni qenë duke u mburur për prestigjin tuaj, 자랑하고 ose lavditë e pasurisë tuaj, ose njohuritë tuaja, ose përpjekjet tuaja. A e keni përlëvduar vërtet Perëndinë? Mendoni për këtë me shumë kujdes. 그다음에 Më pas thotë, as e falenderuan. 하나님을 알지만은 Ata e njihnin Perëndinë, por nuk ishin falenderues ndaj tij. 감사해요. Për çfarë mund të jeni mirënjohës? 예수 믿는 사람들은 Gjatë një viti, 1년 동안 감사할 njerëzit që besojnë në Jezusin kanë shumë mundësi për të qenë falenderues. Ata janë falenderues gjatë gjithë vitit. 감사한 Kur vjen viti i ri, ata shkojnë në kishë dhe japin një dhurim mirënjohje për vitin e ri. 그 감사하잖아요. Kjo do të thotë të jesh falenderues apo jo? 하면은 Kur lind një fëmijë, ata japin një dhurim falenderimi për lindjen e fëmijës. Kur një student arrin të hyjë në universitet, 입학 familja do të japë një dhurim falenderimi për hyrjen e fëmijës së tyre në universitet. Kur njerëzit martohen, ata japin një dhurim falenderimi për martesën e tyre. Kur dikush punsohet, ai mund të japë një dhurim falenderimi për punën e tij të re. 생일 Pastaj njerëzit japin dhurime falenderimi në ditëlindjet e tyre. 졸업을 하면은 Kur mbarojnë universitetin, japin dhurime falenderimi edhe për këtë gjë. 당하면 Më pas ata japin dhurime falenderimi edhe për Krishtlindje dhe dhurime falenderimi për të korat. 1년 내내 감사 Ka shumë mundësira për të treguar vlerësimin tuaj në këtë mënyrë për gjatë gjithë vitit. Kur ka një takim ri për të rritjeje, njerëzit japin dhurime të veçanta edhe për këtë. Por këtu mungon një shprehje e vërtet falenderimi.
Pa atë moment të vërtet falenderimi, e gjithë pjesa tjetër e atij falenderimi bie poshtë. Gjithçka bëhet e pa kuptimtë. Cili është ky moment i vërtet falenderimi? 하나님 Është kur mund t'i thuash Perëndisë, faleminderit që më shpëtove. Kjo është ajo që mungon. Perëndi, mëkatet e mia janë falur. 그게 구원이라는 거. Ky është momenti i shpëtimit dhe kjo është ajo që mungon. 그러니까 Kur një person nuk e ka këtë falenderim për shpëtimin, nuk ka asnjë bazë mbi të cilën të ndërtojë pjesën tjetër të falenderimit të tij. E gjitha pjesa tjetër thjesht bie. 여기 잡고 Vendosni një shenjë këtu dhe le të shkojmë tek Isaia kapitulli 12 në dhjetën e vjetër. Isaia kapitulli 12. Isaia kapitulli 12 vargu 1. Atë ditë do të thuash, unë të kremtoj, o Zot, 주께서 전에는 내게 edhe pse ishe i zemëruar me mua, 이제는 그 zemërimi yt me mua u qetësua dhe më ka ngushëlluar. 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이라. Këtu thuhet se zemërimi i Perëndisë ka marrë fund, është zhdukur. 없어졌다. Më parë ti ke qenë gjithmonë i frikësuar nga Perëndia. Ishe i frikësuar dhe ndërgjegja jote të shqetësonte. Perëndia dikur ishte i frikshëm për ty, por tani zemërimi i tij është zhdukur, i ka ardhur fundi. Pse ndodh kjo? Kjo është ajo që ndodh në momentin kur shpëtohesh. Tani vazhdojmë të lexojmë më tutje vargu 2. Ja, Perëndia është shpëtimi im. Unë do të kem besim dhe nuk do të kem frikë, sepse Zoti, Zoti është forca ime dhe kantiku im, dhe ka qenë shpëtimi im. Ju do të merrni me gëzim ujin nga burimet e shpëtimit. 그래서 물을 기울이라. Le të shohim. Për çfarë shërben ky falenderim? Është për shpëtim apo jo? 구원의 감사. Është falenderim për shpëtim. 여러분, Në rrjedhën e jetës suaj të deri tanishme, pavarësisht nëse besoni në Jezusin apo jo, 또 안 믿는 사람도 마찬가지고 nëse nuk ka pasur një moment kur e keni falenderuar Perëndin për shpëtimin tuaj, 하나님께 내가 구원받았다는 것으로 참으로 감사한 ju do të gjykoheni dhe do të shkoni në ferë. 심판을 받고 지옥을 가는 겁니다. 여러분, Shpëtimi nuk është diçka që mund ta krijoni vetë apo që dikush tjetër ta krijojë për ju. Nëse dikush ju thotë, thjesht thuaj se je i shpëtuar, ose ju thotë se u shpëtuat që nga dita kur filluat të shkoni në kishë, duhet të dini se ky nuk është shpëtimi i vërtetë. Mund të ndodhë që të shpëtoheni ditën e parë që shkoni në kishë. 처음 나오는 날이라도 Nëse në atë kohë në zemrën tuaj arrini të kuptoni të vërtetën përmes fjalëve të Biblës, 이 성경 말 problemi i mëkatit tuaj zgjidhet plotësisht dhe paqja e vërtetë e pushton zemrën tuaj. Ky është shpëtimi. 마음에 참 평안이 있었으면 이 구원이 될 수 있습니다. Ka njerëz që pranojnë fjalën e Perëndisë. 말씀을 받은 자거든요. Në Bibël thuhet, 말씀을 받은 nëse ai i quan Perëndia ata, të cilëve u që drejtuar fjala e Perëndisë, 한다고 했으니까 dhe thotë se ne rilindim me anë të fjalës së Perëndisë. Pra, nëse kjo gjë nuk ka ndodhur me ju, atëherë nuk jeni të shpëtuar. 가 없었으면은 Nëse nuk jeni ndjerë kur mirënjohës për shpëtimin tuaj në zemrën tuaj, duhet ta pranoni plotësisht se nuk jeni shpëtuar dhe më pas duhet të kërkoni shpëtimin. 그리고 찾아야 돼. A jam i shpëtuar apo nuk jam i shpëtuar? Është kjo gjë apo është ajo gjë? 여러분들에게 Unë do të doja t'ju rekomandoja një libër. Libri është shkruar nga Dr. Oswald Smith dhe quhet 어떤 책인데 Vendi që dua më shumë. 가장 사랑하는 나라란 책입니다.
Me një herë pasi u shpëtova, nuk dija çfarë të predikoja, kështu që shkova në librari për të shfletuar librat. 해결해야 될지 몰라서 Pikërisht aty hasa këtë libër të shkruar në japonisht. 된 그 책이 발견이 됐어요. 읽어보면은 Në libër, 오스왈드 스미스 Dr. Oswald Smith shkruan se si ai kishte besuar në Jezusin që kur ishte fëmijë, por kurrë nuk kishte mundur të gjente një përgjigje mbi pyetjen nëse do të shkonte në qiell apo në ferr. 믿기는 Ai besonte, por nuk e dinte nëse do të shkonte në qiell apo në ferr. 때문에 Ai ishte aq i shqetësuar nga kjo pyetje, saqë i ndërpreu studimet dhe më vonë u bashkua me një grup ungjillor për të përhapur ungjillin me ta. Por ende nuk mundi të gjente përgjigjen për këtë pyetje. Ai madje la punën e tij në mënyrë që të përqendrohej në këtë pyetje, nëse do të shkonte në parajs apo në ferr. Ai u mundua mbi këtë çështje për një kohë shumë të gjatë dhe më pas një ditë, ndërsa po lexonte një broshurë të vogël të quajtur "I sigurt, i garantuar dhe në paqe", ai kuptoi të vërtetën. Kështu në librin e tij, ai shkroi se mes shumë njerëzve që besojnë në Perëndinë dhe që pretendojnë se do të shkojnë në qiell, ka 5 lloje njerëzish që nuk do të mund të shkojnë në qiell. Pse ndodh kjo? 왜 그러냐? Kjo ndodh sepse ka 2 lloje besimi. 2 lloje besimi. Njëri është besim intelektual. 머리로 지식 Ky është besimi i një personi që pranon se ka vetëm një Perëndi. 하나님의 아들이고 Ai e krijoi këtë botë dhe Jezusi është biri i tij. I tillë është besimi i një personi që nuk është i shpëtuar. Vetëm kjo njohuri nuk mjafton. Po lloji tjetër i besimit, ky është besimi që lejon një person t'ia besoj frymën e tij tërësisht Perëndisë. Libri shpjegon se një person nuk shpëtohet derisa ky lloj besimi të lind brenda tij. Besimi që i mundëson njeriut t'ia besoj veten tërësisht Perëndisë. Ky libër ishte një ndihmë e madhe për mua. Nuk është se më ndihmoi të merrja shpëtimin, por më ndihmoi të organizoja mendimet e mia. A e keni përjetuar ndonjëherë atë kohë falënderimi për shpëtimin tuaj? Jo thjesht një lehtësim të përkohshëm nga mëkati, por falje të përjetshme për mëkatet tuaja. 죄가 용서됐다는 그 감사가 있었는가? Bëjani këtë pyetje vetes. 자기를 물어보세요. 그다음에 Tani, le të vazhdojmë të lexojmë. 로마서 1장 Romakëve kapitulli 1, vargu 24. Prandaj, Perëndia ja dorëzoi papastërtisën në epshet e zemrave të tyre, 더러움에 내어 버려두사 për të çndërruar trupat e tyre në mes vet atyre, që e ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër, dhe adhuruan dhe i shërbyen krijesës në vend të krijuesit, që është i bekuar për jetë. Amen. 하리시로다 아멘. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në pasioneve të ulta, sepse edhe gratë e tyre i shndërruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës. 바꾸어 영리로 쓰며 Në të njëjtën mënyrë edhe burrat, duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer akte të pandershme burra me burra, duke marrë me vetvete shpagimin e duhur për gabimin e tyre. 보험을 그 자신의 받았느냐. Nëse vështroni këtu, 여기 보면은 flet për përdorim natyral të burrit dhe gruas si çift i martuar. 분리라는 게 Thotë përdorim natyral. 수자와 여자가 Kur një burrë dhe një grua bashkohen si çift i martuar, formohet një familje. 관계가 Marrëdhënia mes atij burri dhe gruas 관계를 맺고 있는 është ajo që është sipas përdorimit natyror. Në atë rast, cili është përdorimi i panatyrshëm? Është kundër përdorimit të natyrshëm që burri të lërë me një gruan e tij dhe të krijojë marrëdhënie seksuale me një grua tjetër. 어떤 여자 Është gjithashtu kundër përdorimit të natyrshëm që gruaja të lërë me një burrin e saj dhe të krijojë marrëdhënie seksuale me një burr tjetër. Perëndia krijoi institucionin e familjes në mënyrë që një burrë dhe një grua të kenë një marrëdhënie të natyrshme me njëri tjetrin si çift i martuar dhe të ruajnë kështu rendin në familje. 그 가정의 질서가 유지되고 Qëllimi i Perëndisë në krijimin e njeriut ishte që të formonte një marrës për dashurinë e tij. 인간
Perëndia krijoi gjithashtu gjërat që njeriu të kishte edhe partnerin e tij në dashuri. Por njerëzit vazhdojnë të shkatërrojnë këtë rend natyror. Këtu bëhet fjalë për krimet e shkaktuara nga kriminalët e mitur. Shkelësit vinë nga shtëpi ku prindërit nuk kanë marrëdhënie të mira me njëri tjetrin. Ky është një problem jashtëzakonisht i rëndësishëm. Rendi në familje prishet sepse marrëdhënia nuk është ajo që duhet të jetë. Për shkak se njerëzit janë shumë egoistë në ditët e sotme, edhe pse mund ta dua njëri tjetrin kur martohen në fillim, pasi kanë jetuar së bashku për një kohë, ata zbulojnë se personalitetet e tyre nuk janë me të përputhshme. Si mund të përputhen dy personalitete në mënyrë të përsosur? Ne po flasim për një burrë dhe për një grua. Ata nuk mund të jenë të njëjtë. Edhe pse një burrë dhe një grua mund të kenë personalitete të ndryshme, ata duhet të mësojnë të shkojnë mirë me njëri tjetrin përmes durimit dhe tolerancës. Kjo është ajo që përbën një familje dhe një martesë. Kur këto marrëdhënie bëhen të panatyrshme dhe të pashëndetshme, ato bëhen mëkatare. Ato shkaktojnë shumë mëkate. Dhe më pas, çfarë ndodh? Vazhdojmë të lexojmë. Në vargun 27 thuhet: në të njëjtën mënyrë burrat, duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer akte të pandershme. Për çfarë po flet kjo? Për homoseksualitetin. Dy burra kanë marrëdhënie seksuale me njëri tjetrin. Pra, nëse shikoni këtu thotë, duke marrë me vetvete shpagimin e duhur për gabimin e tyre. Ndër mëkatet, homoseksualiteti është një mëkat për të cilin një person dënohet drejt për drejt. Urdhërimi që sjell bekim të drejt për drejtë është urdhërimi për ndero atin dhe nënën tënde. Dhe mëkati që rezulton në një dënim të drejt për drejtë është mëkati i homoseksualitetit, qoftë midis një burri dhe një burri, apo midis një gruaje dhe një gruaje. Ju duhet ta dini këtë. Fjala e Perëndisë nuk është kurrë e gabuar. Këto fjalë mund të jenë shkruar 2000 vjet më parë, por ky mëkat i tmerrshëm tani është shumë i dukshëm në botën tonë. Kështu thuhet në Bibël. Por ata zgjedhin ta injorojnë plotësisht Biblën. Nëse gjërat kanë shkuar kaq larg, nuk ka mbetur shumë kohë për këtë botë, apo jo? Në disa vende, tradhtia bashkëshortore nuk është më një krim, dhe tani kishat po e pranojnë homoseksualitetin dhe nuk e konsiderojnë mëkat. Tani vështroni vargun 28. Dhe me qenë se nuk e quajten me vend të njihnin Perëndinë, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çorroditur për të bërë gjëra të pahishme. Shikoni se çfarë thotë këtu. Nuk e quajten me vend të njihnin Perëndinë. A nuk tingëllon kjo si e çuditshme? Të njohësh Perëndinë. Ndoshta shumë prej jush e kanë jetuar jetën tuaj deri më tani pa menduar as që ta bëjnë këtë. Çfarë do të thotë të njohësh Perëndinë? Çfarëdo që të doni, kjo është ajo që mbani në mendjen tuaj. Nëse një grua me emrin Zonja Smith është e dashuruar me Zotin Jones, ajo gjithmonë do të mendoj për të. Ajo do të mendoj për të kur është në shtëpi. Ajo do të mendoj për të kur është në punë. Ajo do të mendoj për të kur sheh të rinj të tjerë ndërsa ecin përgjatë rrugës. Ajo do të mbajë gjithmonë Zotin Jones në njohurinë ose në mendjen e saj. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse ajo e do atë. Ka njerëz që janë të dashuruar me parat. Gjithçka për të cilën ata mendojnë gjatë gjithë kohës janë parat. Pavarësisht nëse janë zgjuar apo në gjumë, parat janë gjithçka për të cilën mendojnë. Ata i shohin të gjithë në aspektin e parave dhe për shkak se i duan paratë,
Kjo është gjithçka që kanë në zemrat e tyre. 돈뿐이야. 마음에 돈을 항상 마음에 둔다 이 말이요. Me qenë se nuk e duan Perëndinë, ata nuk e mbajnë atë në mendjen e tyre. 여기를 잡고 Vendosni një shenjë këtu dhe le të shkojmë tek Mateu kapitulli 22. Mateu kapitulli 22. Vargu 34. 입니다. Mateu kapitulli 22 vargu 34. Atëherë farisejtë, kur dëgjuan se ai u kishte zënë kojën saducejve, u mblodhën tokë. Dhe një nga ata, mësuesi i ligjit, e pyeti për të vënë në provë duke thënë: Mësues, cili është urdhërimi më i madh i ligjit? Dhe Jezusi tha: Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madhi, dhe i dyti i ngjashëm me këtë është: Duaje të afërmin tënd por si vetveten. Vështroni se çfarë thot këtu. Janë 10 urdhërime, por nëse i vendosim në 2 kategori kryesore, e para do të ishte: Duaje Zotin, Perëndin tënde, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Si mundet një njeri ta dojë Perëndin me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë mendjen e tij? Unë mendoj se kjo është e paarritshme për ne që ta mendojmë. E lere më t'i përmbahemi. 사람은 Por, le ta shohim në një mënyrë tjetër. Në predikimin tim të dytë, thash se lumturia e vërtetë vjen nga arritja e çdo gjëje që e doni më shumë. 가지는 것이 행복하다는 것을 말씀드렸습니다. Mendoni për këtë gjë në këtë mënyrë. Supozo se ke dikë që e do aq shumë, sa do të ishe gati të jepje jetën për atë person. 을 바쳐도 아깝지 않을 정도로 사랑할 수 있는 그 사랑하는 분이 내게는 있다. Në këtë rast, 여러분, do të ishe i lumtur apo jo? 행복하지 않겠습니다. Supozo se ke dikë për të cilin je i gatshëm të japësh jetën tënde pa asnjë rezervë. 내가 사랑하는 분이 한 분 있어요. E ke takuar atë person dhe tani jeni të dy bashkë dhe kjo të bën të jesh njeriu më i lumtur në këtë botë. Por supozo se ai person do të ishte Perëndia. Nëse ai person që doje aq shumë sa do të ishe gati të jepje jetën për të dhe ishte Perëndia, a nuk do të ishe i lumtur? Do të ishe jashtëzakonisht i lumtur. Një nga arsyet dhe qëllimi i Perëndisë në krijimin e njeriut ishte që ai të mund të merrte dashuri nga njeriu. 하나님이 인간들에게서 사랑을 Nga këndvështrimi i Perëndisë, ai thjesht dëshiron ta dojë njeriun pa kushte. 인간을 그냥 Ai dëshiron që njeriu ta njohë dashurinë e tij dhe ta dojë atë. 하나님이 하나님의 사랑을 알고 하나님을 Ai dëshiron që të ketë një marrëdhënie dashurie të përsosur mes tij dhe njeriut. Një dashuri që është gati të sakrifikojë gjithçka. 사랑하게 되는 것. Ky është privilegji i veçantë që i është dhënë njeriut. 인간에게 주어진 특권입니다. Është një privilegj i veçantë të jesh në gjendje ta duash Perëndin me gjithë jetën tënde. Është diçka për të cilën duhet të jemi shumë krenarë dhe jashtëzakonisht të lumtur. 모릅니다. Kush është Perëndia? Ai është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Ai kontrollon historinë e njerëzimit. 가장 높은 Ai është qenia më e lartë, Perëndia që po plotëson mbretërinë e përsosur të përjetshme qiellore. 목숨을 바쳐 Nëse do të kishit mundësi ta donit këtë Perëndi me gjithë jetën tuaj, çfarë do t'ju duhej më shumë? Por kjo është e pamundur. Pse është e pamundur? Për shkak të mëkatit.
Pse nuk jeni në gjendje ta doni Perëndin me gjithë qenien tuaj? 사랑할 수 없는 이유가 뭐냐? Kjo gjë ndodh për shkak të mëkatit. Pse? Mëkati ka frikën nga Perëndia. Perëndia është i shenjtë. Perëndia nuk ka mëkat. Perëndia është i pastër. Perëndia është i lavdishëm. 당스럽습니다. Si njerëz që kemi mëkatuar përpara Perëndisë, si mund ta duam ne këtë Perëndi? 하나님을 사랑할 수 있어요. Nuk mund ta bëjmë për shkak të mëkateve tona. Shkojmë në një pasazh tjetër të Biblës. Letra e dytë e Timoteut, kapitulli 3. Letra e dytë e Timoteut, kapitulli 3. Kapitulli 3. Letra e dytë e Timoteut, kapitulli 3, vargu 1. 읽겠습니다. Dhe dije këtë, në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira, sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash. 사랑하며 Shkojmë tek vargu 4. 그래서 4절 Tradhëtarë, kokëshkretë, fodullë, dëfrimdashës, më fortë se perëndidashës, të perëndishëm në dukje, por mohues të fuqisë së saj. 경건에 Edhe nga këta largohu. 이 같은 자들에게서 네가 돌아서라. 자, 여기 Shikoni se çfarë thotë këtu. Thotë që 말세에 në ditët e fundit do të vinë kohë të vështira. Kjo bën fjalë për kohën e tanishme, 사람들이 sepse njerëzit do të jenë egoistë, lakmues parash. 지금은요. Gjithçka që njerëzit njohin në këtë kohë është vetvetja. Edhe një burrë dhe gruaja e tij mendojnë vetëm për veten e tyre. E njëjta gjë ndodh me marrëdhëniet midis prindërve dhe fëmijëve. Prindrit mendojnë vetëm për veten e tyre dhe po ashtu edhe fëmijët. Pse ndodh kjo gjë? Si e dim këtë? 이 시대는 Në ditët e sotme, njerëzit mendojnë vetëm për veten e tyre. 부부간에도 자기밖에 모르는 Edhe çiftet e martuara mendojnë vetëm për veten e tyre. Kështu që sapo e kuptojnë se janë të papajtueshëm, divorcohen. Ata mendojnë vetëm për veten e tyre. 말세에 Këto janë kohët e fundit. 라는 것입니다. Këto janë kohët e rrezikshme të ditëve të fundit. Kjo është arsyeja pse këtu flitet për kohët e rrezikshme. Më pas thotë, lakmues parash. 필연적으로 돈이 Nëse njerëzit janë të dashuruar me veten, është e pashmangshme që paratë të hyjnë në këtë çështje. Njerëzit i duan paratë, kështu që prindërit dhe fëmijët luftojnë për para, dhe burrat dhe gratë luftojnë për para. Kështu është ka ta ndisur bota. Më pas thotë, dëfrimdashës më fortë se perëndidashës. 지금 안 그렇습니까? A nuk është kështu tani? 그러니까 Kjo është arsyeja pse njerëzit as që mendojnë për Perëndinë në mendjen e tyre. 생각조차 할 수 없는 거예요. Pra, ndërsa po i dëgjoni këto fjalë, ju duhet të mendoni, oh po, unë jam ai që refuzoj ta mbaj Perëndinë në mendjen time. Ky jam unë. Kjo është ajo që kam bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Jeta që kam jetuar deri më tani ka qenë komplet e gabuar. Perëndia është burimi i bekimit dhe burimi i jetës. Gjithçka vjen nga Perëndia, 하나님은 por unë e kam jetuar jetën time deri më tani duke shpërfillur Perëndinë dhe nuk e kam mbajtur atë në zemrën time. Pra si mund të pres që të marr ndonjë bekim, ose jetë, ose paqe dhe lumturi në zemrën time? 어떻게 마음이 평안하고 행복하고 어떻게 그렇게 살 수 있습니까? 저는 Një ditë, 30 vjet më parë, Perëndia erdhi në zemrën time. 하나님이 들어오셨습니다. Që nga ajo ditë, Perëndia ka qenë në zemrën time 제가 이전에 dhe për këtë arsye kam pasur paqe, pavarësisht rrethanave të mia. 하라든지 원망이 생긴다는 Me një herë pasi u shpëtova, kalova shumë vështirësi, por nuk ndjeva asnjë shqetësim në zemër dhe as nuk kisha ankesa. Pse ndodhte kjo? Sepse Perëndia hyri në zemrën time, isha i lumtur. 세상에 Kjo nuk mund të këmbehej me asgjë në këtë botë. 여러분
Pasi ta zbuloni këtë të vërtetën në rrjedhën e jetës suaj, do të zbuloni se ajo ju mban me sharmin e vet delikant. Shkojmë tek fjalët e urta kapitulli 1. Vendosni një shenjë këtu tek Romakëve kapitulli 1 dhe shkojmë tek fjalët e urta në Dhjetën e Vjetër. Fjalët e urta kapitulli 1. Kapitulli 1. Do të filloj të lexoj nga vargu 20. Dituria bërtet në për rrugë, zëri i saj dëgjohet në përsheshe. Ajo thërret në vendet ku ka turma dhe ligjeron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur, o njerëz të thjeshtë, do t'ju pëlqejë thjeshtësia, dhe tallësit do të kënaqen duke u tallur dhe budallëntë do të urrejnë dijen? Këtu thotë, dituria bërtet në për rrugë. E thash këtë më parë, vështroni këtë. Dituria bërtet në rrugët kryesore. Kjo urtësi është Jezusi. Meqense Jezusi është urtësia e Perëndisë. Ndërsa po ecim përgjatë shtegut të jetës, dëgjojmë zërin e urtësisë që thotë: ju njerëz që ecni përgjatë shtegut të jetës, dëgjoni zërin e urtësisë sime. Ajo, dituria, thërret në vendet ku ka turma dhe ligjeron në hyrje të portave të qytetit. Deri kur, o njerëz të thjeshtë, do t'ju pëlqejë thjeshtësia dhe tallësit do të kënaqen duke u tallur dhe budallëntë do të urrejnë dijen? Kjo njohuri është njohuria e Perëndisë. E jani në vete nga qortimi im. Ja, unë do të derdh mbi ju frymën time dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia. Nëse i kthejmë veshët nga urtësia e Perëndisë, një ditë ai që është i urtë do të derdhë mbi ne frymën e tij. Se ndryshe, ai do të na jap frymën e shenjtë. Dhe thotë, do t'ju bëj të njohura fjalët e mia. Kur kuptojmë të vërtetën në fjalët e Perëndisë, atëherë ne marrim frymën e shenjtë. Këtë po thot apo jo? Unë do të derdh mbi ju frymën time dhe do t'ju bëj të njohura fjalët e mia. Por më pas thotë, sepse unë thira dhe ju nuk keni dashur. Shtriva dorën time dhe askush prej jush nuk i kushtoi vëmendje. Përkundrazi, hodhët poshtë të gjitha këshillat e mia dhe nuk pranuat ndrejqen time. Kështu janë njerëzit sot. Edhe në rastin tim, jam shpëtuar relativisht vonë në jetë, dhe pasi u shpëtova, kam transmetuar në radio dhe ungjillizova me shumë entuziazëm. Kur them se duhet të shpëtohemi, nuk po them se duhet të besoni fjalët e mia, po them që ju duhet të shpëtoheni me anë të Jezusit. Kjo është dituria dhe urtësia që vjen nga Perëndia. Por njerëzit mbledhin hundën. Shpëtimi, më mirë t'i besoj forcës time. Ata e hedhin poshtë lehtë. Ata mallkojnë dhe përndjekin ata që flasin me ta për këtë, dhe as që përpiqen t'i dëgjojnë. Njerëzit as që përpiqen të zbulojnë të vërtetën. Kjo nuk është e vërtetë vetëm për kohën tonë. Kështu ka qenë gjithmonë. Njerëzit nuk duket se i kushtojnë vëmendje të vërtetës së pastër. E dini se çfarë ndodh si pasojë e kësaj? Shikoni vargun 26. Dhe unë do të qesh me fatkeqësinë tuaj. Do të tallem kur të vijë ajo që ju druani. Kur të vijë koha e mundimit, sapo bota të hyjë në shtrëngim, do të ketë fatkeqësi të madhe. Kur të vijë ajo që ju druani, kur dera të jetë mbyllur dhe terrori të vijë mbi njerëzit, ky do të jetë fundi. Nuk bëni dot asgjë. Edhe unë do të qesh me fatkeqësinë tuaj, do të tallem kur të vijë ajo që druani. Kur ajo që druani të vijë si një furtunë dhe fatkeqësia juaj të vijë si një stuhi, kur t'ju mbulojnë fatkeqësia dhe ankthi. Atëherë ata do të më therasin mua, por unë nuk do të përgjigjem. Do të më kërkojnë me kujdes, por nuk do të më gjejnë. Kur të vijë mundimi, ky do të jetë fundi. Nuk do të ketë as pak dobi të therasësh Perëndin atëherë. Do të jetë kot të pendoheni atëherë dhe t'i thirrisni Perëndisë që t'ju shpëtojë. Ju mund të qani dhe të rini kraharorin duke bërtitur.
Të korat kanë kaluar, vera ka mbaruar dhe ne nuk kemi shpëtuar, por atëherë do të jetë tepër vonë. Thotë se Perëndia do të qeshë me ju. 비웃는다고 했어요. Në këtë kohë, ne po jetojmë në kohën e hirit. Me qenë se jemi ende duke jetuar në kohën kur mund të marrim hirin e Perëndisë, ju duhet të kujtoni se këto fjalë janë zëri i Perëndisë. Fjalët e Biblës janë zëri i Perëndisë. Këto janë fjalët e Jezusit. 의 말씀입니다. Ndërsa keni mundësinë, 시간이 있을 때에 pranoni këto fjalë në zemrën tuaj. 여러분 마음속에 받아들이십시오. Pranojeni kur Bibla ju qorton dhe ju tregon se çfarë është mëkati. 죄에 대한 말씀을 받아들여 Unë i kam kryer këto mëkate. 죄를 지었구나. Çfarë mund të bëj për të shpëtuar nga këto mëkate? 무엇을 할까? A nuk duhet të reflektoni dhe të pendoheni? 회개를 해야 할 것이 아니에요. Bibla është fjala e Jezusit. 바로 그 예수님의 말씀입니다. Është fjala e Perëndisë. Perëndia po ju flet me dëmshuri, duke ju thënë të kuptoni këtë të vërtetë. 하시는데 Por në zemrën tuaj, ju nuk dëshironi të dëgjoni. 마음에 싫은 것. Kthehemi tek Romakëve kapitulli 1. Do të lexoj sërish nga vargu 28. Dhe me qenë se nuk e quajtën me vend të njihnin Perëndinë, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjëra të pahishme, duke qenë të mbushur plot me çdo padrejtësi. 자, 여기에 Tani, duke filluar nga vargu 29 dhe duke shkuar deri në fund të kapitullit, renditen mëkate të ndryshme. Ndërsa lexoni këtë listë, mëkat pas mëkati, mendoni se cili nga këto mëkate aplikohet për ju. Mos mendoni që të gjitha vlejnë për ju. Nëse e bëni këtë, 해당한다. nuk do të jeni në gjendje të gjeni atë mëkat specifik që gjendet në zemrën tuaj. 발견할 수가 없어요. 그건 모든 Duke qenë të mbushur plot me çdo padrejtësi. Shikoni se çfarë keni në xhepat tuaj. 가정에 가서 Kur të shkoni në shtëpi, hidhini një sy gjërave që keni atje. Nëse ka ndonjë gjë që keni marrë në mënyrë të paligjshme, 방법으로 ky është një shembull i padrejtësisë së suaj. 추악, Kurvërim, 추하고 악한 mbrapshtësi, mendime të këqija, lakmi, lakmitarë dhe materialistë, ligësi, të pasurit e qëllimeve të këqija, plot smirë, është mëkat të kesh smirë, vrasje, 살인, fola për këtë më përpara apo jo, 분쟁, grindje, 다투고 싸우고 hyrja në debate dhe diskutime, mashtrim, 거짓말하고 të gënjesh dhe të mashtrosh të tjerët. 한 번이라도 Është mëkat i rënd të gënjesh dhe të mashtrosh të tjerët, edhe nëse e bën këtë vetëm një herë. 악독이 가득한 자요. Poshtërsi, 분하는 자요. mashtrues, është mëkat të bësh tash e theme. Shpifës, 비방하는 자요. 남 të tallësh njerëzit e tjerë. Armiq të Perëndisë, fyes, 는 자요. të ushtrosh forcën mbi njerëzit e tjerë. 하는 자요. 남을 멸시하고 억울하게 하는 Krenar, 교만한 자요. të përçmosh të tjerët. Mburavecë, 자랑하는 자요. të mburesh për paran, pamjen, shtëpitë. Çfarë do gjë qoftë, është mëkat të mburesh me të. Trillues ligësish, 악을 계획한다. të bësh plane të këqija, 부모를 거역하는 të pabindur ndaj prindërve, të mos u bindesh fjalëve të prindërve dhe të shkaktosh atyre pikëllim duke bërë plane të këqija, të pa arsyeshëm, kjo do të thotë të jesh i marrë, të pabesë, 계약하는 자요. të mos mbash një premtim që ke bërë. Mund të ketë rrethana që janë të pashmangshme, por ka njerëz që bëjnë premtime gjatë gjithë kohës dhe nuk i mbajnë ato. Pa dashuri, mund të kesh mjetet dhe mundësinë për të treguar dëmshuri ndaj dikujt, por nuk e bën. 하는데 하지 않았습니다. Të papajtueshëm, të pamëshirshëm. Kjo bën fjalë për ata që janë mizorë dhe të pashpirt.
Kur vjen puna të këtë qenit i pamëshirshëm edhe brenda martesës, burri mund të zemërohet dhe të rahë në mënyrë të pamëshirshme gruan e tij. Kjo vlen për të gjithë. Të jesh i pamëshirshëm do të thotë të mos kesh dëmshuri dhe të jesh i dhunshëm ndaj tjetrit. Vargu 32. 32절에 Por ata, ndonëse e kanë njohur dekretin e Perëndisë, sipas të cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen. 사형의 Ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen. Dënimi me vdekje është dënimi i flakjes në ferr. 지옥에 들어가는 사형을 말합니다. Perëndia ka caktuar që njerëz të tillë meritojnë vdekjen. 하나님이 정해놨습니다. Pra, çmimi për këto mëkate duhet të paguhet plotësisht. 죄가 죄값을 갚아야 하는 것입니다. Nëse ky çmim nuk paguhet plotësisht, problemi i mëkatit nuk mund të zgjidhet. Më pas, shkojmë tek kapitulli 2 vargu 4. Kapitulli 2 vargu 4. Apo i përçmon pasuritë e mirësisë së tij, 인자하심이 të durimit dhe zemërgjërësisë së tij, 못하여 duke mos njohur që mirësia e Perëndisë të prinë në pendim. 참으심의 풍성함을 멸시하느냐. Ky varg po na tregon pse nuk ndëshkohemi menjëherë kur bëjmë mëkate. 즉각 벌이 안 내리는 Kjo ndodh pasi Perëndia po na jep një mundësi për t'u penduar. 회개할 기회를 주시고 계십니다. Ai po na jep një mundësi për t'u penduar pasi mëkatojmë. 수 있는 기회를 주시고 계십니다. Ne mësuam për Kainin. 가인에 대해서 Kaini vrau vëllain e tij më të vogël. 동생을 죽였 Kështu Perëndia e pyeti Kainin: "Ku është vëllai yt Abeli?" Duke i dhënë kështu Kainit një mundësi për t'u penduar. 그 찰나에 Nëse do të ishte penduar në atë kohë, ai mund të ishte falur. Pra, pse njerëzit nuk ndëshkohen sapo kryejnë një mëkat? Kjo ndodh sepse Perëndia po u jep atyre një mundësi për t'u penduar. Por çfarë mendojnë njerëzit përkundrazi? 벌 안 내릴까 보니 Perëndia nuk i ndëshkon menjëherë. Meqense nuk ndëshkojnë menjëherë, njerëzit mendojnë: edhe nëse mëkatoj, asgjë nuk më ndodh. Perëndia nuk ekziston. Një njeri mund të vjedhë dhe të vrasë, por Perëndia nuk e ndëshkon menjëherë për këtë. Kështu që ai mendon se Perëndia nuk ekziston. Ai mohon ekzistencën e Perëndisë. Ai po përjeton mëshirën e Perëndisë dhe mshurinë e Perëndisë dhe bujarinë e Perëndisë që i jep atij mundësinë për t'u penduar, por ai thjesht e shpërfill. 5절 보세요. Tani vështroni vargun 5. 다만 네 고집 Por ti, për shkak të ashpërsisë së sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim për ditën e zemërimit. 진장으로 Vështroni se çfarë thot këtu. Perëndia nuk do të presë përgjithmonë. 진장으로 Një ditë do të vijë, dita e zemërimit për ata që nuk pendohen. 회개하지 않을 때에 진노의 날이 있습니다. Dita e gjykimit. Ju duhet të pendoheni. Ju duhet të ndjeni keqardhje për mëkatet tuaja para Perëndisë dhe të pendoheni. Kur nuk pendoheni, jeni duke fyer Perëndin. Ju jeni duke mos e respektuar Perëndin. 진노의 날 Por ti, për shkak të ashpërsisë së sate dhe të zemrës së papenduar, po mbledh për veten tënde zemërim për ditën e zemërimit dhe të zbulesës së gjykimit të drejtë të Perëndisë. 진노의 양 Ju jeni duke e shtuar vazhdimisht këtë zemërim që do vijë mbi ju. Po rritet vazhdimisht. Pra, çfarë thash më parë? Mëkatet më të vogla që keni kryer do të marrin një dënim më të vogël, dhe mëkatet më të mëdha një dënim më të madh. Në ferr. Pra dënimi po rritet. 그다음에 Tani vështroni vargun 9. Vargu 9. 악을 행하는 Mundim dhe ankth mbi çdo shpirt njeriu që bën të ligën. 것이니. 자, 아까 Më herët tek Mateu kapitulli 5, lexuam se mishi do të shkojë në ferr. 이렇게 말했는데 Kjo është ajo që tha. Dhe këtu thotë se shpirti do të pësojë mundime. Do të doja të flisja shkurtimisht për mundimin që do të përjetojë shpirti dhe më pas do të ndalem për sot. Mundimi i shpirtit. Shkojmë tek Gjoni kapitulli 13. Gjoni kapitulli 13.
vargu 2. Gjoni kapitulli 13, vargu 2. 마귀가 벌써 Dhe kur mbaroi darka, mbasi djalli i kishte shtënë në zemër Jud Iskariotit, birit të Simonit, të tradhtonte. Këtu, njeriu me emrin Jud Iskarioti ishte njëri nga dishepujt e Jezusit. Ai ishte një nga dishepujt e Jezusit, por ndërsa e ndoqi Jezusin, kuptoi se nuk ishte aq emocionuese për të. Udhëheqësit e judenjve donin ta vrisnin Jezusin dhe Juda e pa që ata nuk mund të gjenin ndonjë mundësi për të bërë këtë gjë, kështu që mendoi se mund t'i ndihmonte dhe vendosi ta tradhtonte mësuesin e tij. Bibla thotë se ishte djalli që mbolli këtë mendim në mendjen e tij. 밑에 내려가서 Vështroni pak më poshtë të vargut 26. Vargu 26. Jezus ju përgjigj, është ai të cilit do t'jap kafshatën. Kjo është një copë buku në darkën e fundit. Është ai të cilit do t'jap kafshatën pasi ta ke ngjyer. 하시고 Jezusi po fliste për personin i cili do ta tradhtonte. Dhe e ngjeu kafshatën e ja dhau Judi Iskariotit, birit të Simonit. Dhe pas kafshatës, Satani hyri në të. Shikoni se çfarë thot këtu. Satani hyri në zemrën e Judi Iskariotit. Atëheri Jezusi i tha, "Ç'ke për të bërë, bëje shpejt." Tani vështroni vargun 30. 그 조각을 또 Ai pra mori kafshatën dhe doli me një herë. Ishte natë. Ai doli, po ku shkoi? 팔아 넘기려고 Ai shkoi te krerët e priftërinjve për të tradhtuar Jezusin. Kështu e tradhtoi Jezusin Juda Iskarioti. Por, për sa kohë ai po e tradhtonte Jezusin, ndërgjegja e tij nuk e shqetësonte fare. A e dini pse? Ishte sepse Satani, djalli, kishte hyrë në zemrën e tij dhe e kishte kapur fort atë. 심이 마비돼 가지고 Ndërgjegja e tij u mpi, saqë edhe pse po tradhtonte mësuesin e tij, ndërgjegja nuk e shqetësonte fare. Kjo tregon se fuqia e djallit ja kishte mpirë ndërgjegjen. 여러분 이 시간 Ju po dëgjoni gjithë këtë bisedë rreth Biblës, por nëse nuk jeni shpëtuar, ndërsa po i dëgjoni të gjitha këto, ndërgjegja juaj nuk është as pak e trazuar. 않은 사람 Nëse nuk jeni as pak të shqetësuar dhe nuk keni dëshirë të pendoheni, më vjen keq që duhet ta them këtë, por ju jeni në një situatë shumë të rrezikshme, jashtëzakonisht të rrezikshme. E dini arsyen? Kjo ndodh pasi ju jeni të mpirë. Sepse mëkatet kanë mpirë ndërgjegjen tuaj. Edhe pse dëgjoni gjithçka për mëkatin, nuk shqetësoheni prej tij. Është njësoj si kur nuk ndjeni asgjë kur gjendeni nën anestezi dhe në një kirurg merr një thikë dhe bën operacionin. 마취돼 있으니 Me qenë se ndërgjegja juaj është mpirë, nuk jeni as pak të shqetësuar, edhe kur Bibla ju tregon gjithçka për mëkatin dhe se do të gjykoheni. Kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme. Satani ka kapur zemrën tuaj për t'u penguar të shpëtoheni. 마음을 잡고 있는 것입니다. Shkojmë tek Mateu, kapitulli 27. Vargu 1. 마태복음 Mateu, kapitulli 27, vargu 1. Kur erdhi mëngjesi, të gjithë krerët e priftërinjve dhe pleqtë e popullit bënin këshill kundër Jezusit për ta vrarë. Dhe mbasi e lidhën, e çuan dhe e dorëzuan në duart e Ponc Pilatit, guvernatorit. Ai e tradhtoi Jezusin për 30 monedha argjendi, çmimi i një sklavi. Ai i çoi këta zuzare në vendin e fshehtë ku ndodhej Jezusi dhe u adorëzoi atë. Kështu u tradhtua. 예수님이 잡히 Jezusi u arrestua dhe u çua në fillim për të gjykuar nga krerët fetarë. 사형 Atje ai u dënua me vdekje. Jezusi u gjykua 2 herë, një herë nga udhëheqësit fetarë dhe herën e dytë nga një gjykatë laike. 로마의 Kur u gjykua nga guvernatori romak, ajo ishte një gjykatë laike. Ai nuk mundi të dënohej me vdekje në bazë të një dënimi nga gjykata fetare dhe kështu ai u dorëzua Ponc Pilatit. 예, Shikoni vargun 3.
Atëherë Juda që e kishte tradhtuar, kur pas e i dënuan Jezusin, kur këtu thot i dënuar, do të thot se ai pa që Jezusi ishte dënuar me vdekje. Kur e pa këtë, ai u pendua dhe u aktheu krerëve të priftërinjve dhe pleqjeve të 30 ciklat prej argjendi, duke thënë: Më katova duke tradhtuar gjakun e pafaj. 죄한 피를 팔고 죄 없는 피를 팔고 Ai kishte tradhtuar gjakun e pafaj. Por ata thanë: Po ne ç'na duhet? Punë për ty. 네가 당하라 하거든. Kur pas se Jezusi ishte dënuar me vdekje, 판결 난 것을 보아 Juda filloi të kishte keqardhje në zemër. 마음에 유침이 일어났어. Pse ndjeu këtë pendim? Kjo ndodhi për shkak se Satani kishte hyrë në zemrën e tij, por tani Satani e kishte lëshuar atë. Kështu, ndërgjegja e tij filloi ta mundonte dhe ai e kuptoi se kishte tradhtuar gjakun e pafajshëm. 예수님은 Jezusi nuk ka mëkat dhe unë e kam tradhtuar. Ndërgjegja filloi ta mundonte thellë. Kështu ai mori 30 monedat e argjendit që kishte marrë dhe u kthye tek pleqtë dhe krerët e priftërinjve për t'u kthyer paratë. Unë kam tradhtuar gjakun e pafajshëm, por atëherë ishte tepër vonë. Çfarë po flet? Ky nuk është problemi ynë. Dhe ata refuzuan paratë. Më pas vështroni vargun 5. 유다가 은을 Dhe ai, mbasi i hodhi siklat prej argjendit në tempull, u largua dhe shkoi e u varë në litar. 사도행전 1장에 보면은 Nëse shikoni në librin e veprave të apostujve, kapitulli 1, do shikoni se thot se Juda, duke rënë kokë poshtë, plasi në mes dhe të gjitha të brendshmet e tij u derdhën. E dini se çfarë do të thot kjo? Ky është mundimi i shpirtit. Mundimi i përjetuar nga shpirti është i njëjtë me mundimin e vuajtur nga ndërgjegja. E dini se kur ndërgjegja fillon ta ndjejë këtë mundim? 이 세상 Ndërsa jetoni në këtë botë, ndërgjegja juaj nuk ju mundon në mënyrë të veçantë pasi është në pirë, 그러나 지옥의 por që në momentin që hidheni në ferë, mpirja zhduket nga ndërgjegja juaj. 지가 다 풀려버려. Me qenë se edhe djalli do të hidhet në ferë, 자기도 지옥 갈 ai nuk do të ketë mundësi të ketë më kontroll mbi ju. 그때는 Kështu që në atë kohë, 원년에 ndërgjegja juaj do të kthehet në gjendjen e saj fillestare. 그러면 Pra, atëherë, të gjitha mëkatet që keni bërë në këtë botë do të fillojnë të godasin ndërgjegjen tuaj si gjilpera dhe gjemba. 양심을 찢 Ndërgjegja e Judë Iskariotit ishte aq e trazuar sa që ai ishte në dhimbje dhe shkoi edhe u var. Ai ra me kokë, plasi dhe të gjitha të përbrendshmet ju derdhën jashtë. 뭐를 Çfarë do të thotë të shpëtohesh? Të shpëtohesh do të thotë që të jesh i vetëdijshëm për mëkatin tënd në ndërgjegjen tënde dhe të çlirohesh nga ai mëkat. 그다음에 그 죄에서 벗어나는 거야. Shpëtimi është çlirimi nga mundimi në ndërgjegjen tuaj. Nëse nuk e përjetoni këtë, 그러면은 që nga momenti që do të hidheni në ferë, 양심이 ndërgjegja juaj do të çlirohet nga pushteti i djallit dhe ju do të përjetoni mundime të padurueshme. Pra, 영의 është mundimi i shpirtit dhe mundimi i mishit. Siç thashë më herët, në atë kohë do të jeni në trupin tuaj të ringjallur dhe kështu nuk do të mund të vdisni. Ju lutem, jini të sinqertë me veten tuaj dhe të sinqertë përpara Perëndisë. Mendoni për mëkatet që keni kryer dhe me sinqeritet kërkojini Perëndisë që t'ju falë. Rrëfeni mëkatet tuaja para Perëndisë dhe kërkoni prej tij falje. Le të lutemi.
Përpara se të lutemi, kujtoni se kur kryeni mëkate kundër njerëzve të tjerë, ju po i kryeni ato mëkate edhe kundër Perëndisë, sepse nuk i jeni bindur fjalës së Perëndisë. Ju duhet të pendoheni për mëkatet tuaja, jo përpara njerëzve të tjerë, por përpara Perëndisë. Duhet të rrëfehesh me sinqeritet. Vetëm kështu do të mund t'i kuptoni vargjet të cilat flasin për faljen. Zot qiellor, të gjithë kemi lindur në mëkat dhe kemi jetuar jetën tonë duke kryer mëkate. E kemi jetuar jetën tonë duke mos e ditur se çfarë është mëkati. Zemrat tona janë të papastra dhe të liga. Për shkak se mëkati ka pushtuar zemrat tona, ne nuk e kemi ditur as kur mëkatonim. Ndërgjegja jonë nuk është shqetësuar kur kemi mëkatuar dhe prandaj e kemi jetuar jetën tonë me zemra të liga dhe të paturpshme. Zot, ne lutemi që ti të zgjosh zemrat e atyre që ulin kokën para teje tani dhe ti lejosh ata të shohin mëkatet e tyre. 자기의 죄가 눈에 보이게 해주십시오. Siguro që secili të jetë i vetëdijshëm për mëkatet që ai ose ajo ka kryer përpara teje, dhe ti vendosin ato mëkate para teje duke rënë në gjunjë. Ne lutemi gjithashtu që ti t'i drejtosh ata që të kthehen tek ti dhe të kërkojnë me sinqeritet falje për mëkatet e tyre. Ne kërkojmë që ti t'i drejtosh ata që të pranojnë fjalët e tua me zemër të përulur. 심령들이 될 수 있도록 인도해 주십시오. Ne lutemi në emër të Zotit. Amen.